Sjellja dhe edukata e lartë, sjellja e mirë dhe edukata e lartë është prej gjërave që i sigurojnë njeriu të xhenetit. Po mirë, do thotë që nuk është e vështirë, është e vështirë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, sepse Allahu në Kur'an tregoi se me mëshirën e Zotit pejgamberi sa se me arriti këtë grad kaq të lartë. Nuk është e lehtë që njeriu të jetë i sjellshëm, i komunikueshëm, i edukuar, nuk është e lehtë. Për këtë arsye kur e lavdroi Allahu pejgamberin e tij, tha: "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." Po mirë, çfarë lidhje ka kjo me temën tonë? Dëgjoj hadithin. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur u pyet: "O i dërguari i Allahut, çfarë më shumti i fut njerëzit në xhenet?" Çfarë më shumti i fut njerëzit në xhenet? Tha: "Taqwallahi wa husnul khuluq." Frika e Zotit dhe sjellja e mirë ose edukata. Inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Njeriu me edukatën e tij arrin te Allahu shkallët ose gradët e atij që falet shumë dhe agjeron shumë. Nafile normalisht, vullnetar.